Presidenti francez Emmanuel Macron ka reaguar mbi pamjet që u bën virale në rrjet, duke u shprehur për gazetarët në Hanoi të hënën. Macron ka kundërshtuar spekulimet. Ka një video që më tregon duke bërë shaka dhe duke ngacmuar gruan time, dhe në një farë mënyre kjo shndërrohet në një lloj katastrofe gjeoplanetare, me njerëz që madje dalin me teori për ta shpjeguar atë, tha presidenti. Macron pranoi se pamjet filmike ishin të vërteta, por tha se ishin përdorur si armë. Videot janë të gjitha të vërteta dhe po, ndonjëherë njerëzit i manipulojnë ato, por njerëzit u atribuojnë atyre të gjitha llojet e gjërave të pakuptimta. Klipi i shkurtër tregon derën e avionit që hapet me Macron që shfaqet në derë. Disa sekonda më vonë, të dy duart e Bridget Macron shihen në fytyrën e presidentit dhe duket si goditje. Macron duket i befasuar për një moment, por shpejt rifiton qetësinë dhe u bën shenjë shtypit jashtë. Ndërsa çifti zbret shkallët, Macron i ofron Bridget kraun e tij, por ajo e refuzon. Pallati Elize fillimisht e mohoi incidentin në aeroplan, përpara se më vonë të minimizonte rëndësinë e tij. Çifti thjesht po grindej, tha një burim pranë presidentit.